Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova shkon drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkon zgjedhjet e reja pasi dështoi të sigurojë shumicën e votave për formimin e qeverisë së re. Falenderoj të gjithë deputetët që mbështetën propozimin për kabinetin e ri qeveritar dhe qytetarët për përkrajen, me që 56 vota ishin pro, 52 kundër dhe 4 abstenime. Nuk mund të fillojë ende mandati ynë i ri, ndërkohë vazhdojmë si qeveri në detyrë drejt zgjedhjeve të reja parlamentare, shkruan Albin Kurti. Kabineti qeveritar i propozuar nga Albin Kurti në kuvend nuk mori dot 61 votat e nevojshme për t'u miratuar. 56 deputet votuan pro, ndërsa 52 kundër dhe 4 ishin abstenim. Përveç deputetëve të lëvizjes vetvendosje, Kurti i mori edhe 8 votat të tjera nga komunitete tjera jo serbe në parlament. Deputetët që abstenuan ishin Fatmir Limaj, Arbëreshe Krasniqi, Xhevaire Izmaku dhe Veton Berisha. Konstatoi se me 56 vota pro, 52 kundër dhe 4 abstenime kuvendi nuk e zgjodhi qeverinë e Republikës Kosovës. Ju njoftoi se përgjegjësia kalon te presidentja Osmani, e cila pas konsultimeve ka mundësi të emërojë kandidatin tjetër për kryeministër, tha kryetari i kuvendit i Kosovës Dimal Basha. Pas dështimit të zgjedhjes së qeverisë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do t'i ftojë partitë politike për konsultime brenda afatit kushtetues dhe në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese. Reagimi vjen nga këshilltari për media në zyrën e presidentes Osmani Bekim Kupina. Vjosa Osmani brenda 10 ditësh duhet të ftojë partitë për konsultime për të zgjedhur mandatarin e ri që ka shanset më të mëdha për të formuar qeverinë. Nëse edhe përpjekja e radhës dështon, atëherë Osmani do të shpallë zgjedhjet e reja që duhet të mbahen brenda 40 ditësh. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës kërkoi nga presidenti Osmani të thrasë partitë për të shkuar në zgjedhjet parakohshme. Memli Krasniqi tha se nuk e ka shumicën për të formuar qeverinë e re, dhe se duhet të shkojë në zgjedhjet parakohshme parlamentare. Andaj, sa më parë që të shkojmë në hap tutje, në krijimin e institucioneve të reja për t'i dhënë vendit kuvend funksional dhe qeveri legjitime, pa Albin Kurtin dhe pa vetvendosjen, është mirë për vendin tonë. Nuk munguan dhe akuzat ndaj Kurtit duke i quajtur arrogant dhe duke theksuar se në këtë situatë ndodhen për shkak se ai ka refuzuar të bashkëpunojë. Albin Kurti pa e mbon vendin peng sepse nuk i ka numrat për qeveri. Sot nuk ka më asnjë dyshim. 56 vota për Albin Kurtin dhe asnjë më shumë. Ky është fundi i një mashtrimi politik që vendi tonë këta muaj i ka kushtuar edhe me izolim, edhe me përçarje, edhe me humbje kohe. E kam thënë dhe po e përsëris prap, Albin Kurti nuk do të jetë më kryeministri i Kosovës. Hykmeti Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se votimi në seancën e kuvendit ka dëshmuar se lëvizja vetvendosje nuk i ka pasur votat e nevojshme për të formuar një qeveri të re, edhe pse këtë gjë e kishte thënë vazhdimisht. Po është tepër e rëndësishme për qytetarët e Republikës së Kosovës ta kuptojnë që partia fituese, e cila në zgjedhjet e fundit mori 42% të votave, po e kthen besimin tek qytetarët për shkak të mungesës së paaftësisë së tyre për të formuar një koalicion qeverisës. Kur partitë nuk arrinin të pajtoheshin për postin e kryetarit kuvendit, përfaqësues të vetvendosjes thonin se ata s'kishin numrat për këtë post, por kishin votat e nevojshme për qeveri të re. Ajo që ndodhi është se ne po shkojmë drejt procesit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, deklaroi Hykmeti Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.